Banorët e fshatit Kullaj në Postrib, pjesë e Bashkisë së Shkodrës, protestuan dhe bllokuan rrugën me pretendimin se rekonstruksioni i këtij aksi nuk po kryhet sipas standardeve. Banorët thonë se rruga është shumë e ngushtë, ajsa nuk mund të këmbehen dy makina, ndaj kërkojnë rishikim të projektit për ta zgjeruar atë. Ne na intereson më bëj rrugë 4 metra që mund rru 2 makina. Jo më or 3 metra gjys, dikon 30, dikon tash me qenë sa ka një projekt, vazhdoj një projekt, i këtë kërkojmë na. Qëllimi kryesor i kësaj proteste është që kjo rrugë të bëhet me standarde. Ka filluar të bëhet riparimi, nuk është me standardeve. Kjo rrugë ka 20 sa vite që është ndërtuar, nuk ka vënë dorën këtë rrugë. Inxhinieri i punimeve Kristi Grembi dhe administratori i njësisë Postrib, Avenir Çelaj, sqaruan banorët se zgjerimi i rrugës është i pamundur për shkak të kushteve teknike, ndaj do të bëhet vetëm riveshja e asfaltit. Duhet se rruga atje është pak më e gjerë, tu është ngushtohet për efekt sigurie teknike. Bëhet zgjerimi dhe rakordimi i dy rrugëve. Kjo është një riveshje, nuk është një investim i mirëfillt. Sikur shtohet edhe 50 centim, kjo nuk pranohet nga enti rregullator i rrugëve sepse ajo është bërim aksidentit. Edhe duke pasi nuk është një investim që të vehen mërojat e hekrit në kanal, edhe është bë e pamujtur për më bë 4 metra. Banorët kërkojnë që aksi të zgjerohet deri në 4 metra dhe thonë se nuk përbën shqetësim për ta nëse zgjerimi i rrugës prek tokat e tyre. Ti fshatit i prehet rruga përgjys, na jana si fshat, zjanohet krejt, edhe pse na bjen në thije me prish, nuk ka na problem. Hajde Benet Beci sot, aty ku është kput rruga, aty janë 10 pushkatum, aty s'shkon monej, aty as ka dritë, as ka rrugë. Rruga që po rikonstruktohet nga fshati Dragoç deri në Kullaj, nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit është rreth 2 kilometër, ku një pjesë është zgjeruar ndërsa pjesa tjetër vjen në ngushtim. Kjo rrugë lidh Postribën me Malsinë e Madhe dhe shërben për afro 4500 banor.